Kur hinë në Kosovë, çka të kujtoj? Për 40 vjetë si e kanë, një periudhë begje gjatë. Ma shumë herë ka arë se i pëlqen, për ndryshe nuk ishte arë. Mëse ka nusin e Kosovës? Jo. Jo, okej. Do me thonë vjen me nuse. Ma dashnin për Kosovë. Bravo. Dahirja re për shka? Aja më kja. A e dim për shka re dahirja, po nuk dim me ta spjegu. Gjojnë edhe ato që s'dojnë me... Ja, ato që s'kanë vesh, ato që s'nin shpenishin dahirën, ave që shohin. Ju jeni? Unë jam nga Macedonia e Veriut. Okej, emrët? Selim. Selim. Qështë që tu kalu, Selim? Mirë be, ardha me pak, të pak Kosovën, Qështë Prishtinë. tu do këtë? Shumë mirë, në rregull kretë. Kjo arë me babin, apo? Po, Okej, se e kam pyetjen hajde maklenas, jo jeni? Liridon Sadiku. Liridon Sadiko. Liridon, je i martu? Po, Okej, nga, babi ka mundësi me ditë pyetjen teme. Ti Liridon, s'ma mërmenja, dahiret, e di shka janë dahiret? Defat, jo. po. Pja bojna djallit, se unë e di që ti e di. Dahirja re për shka? aja më kja. A e dim për shka re dahirja, po nuk dim me ta spjegu, se shkolla në ka kry gjermanisht. Okej, dahirja e di shka? Si jo dahirjen e di, po... Po s'kallza, po s'ka dahirja, okej. Kur je martu te a kanë drejt dahiret? Po, e men. E mon men. Po. Okej, që so vjet je martu që pe maj ishe men? Që 10 gjetë. Që 10 vjet, me minë që e thove e maj men. Dahirja është instrument muzikor. Po. Po pse re dahirja? Pse im shojnë dahirës? Po me këcive, Me këqy po? Që ta është edhe babis me di ka pash mirë. Unë e di që i babi e din. Dahirja re për gëzim do thojnë, për me këqy po, pse re? Instrument muzikor. Instrument muzikor, po, për pse? për muzik. Veç pak. Edhe tupani është instrument muzikor, edhe fylli, edhe klarineti, krejt janë instrumente muzikore, edhe qitelia, po, pse re dahirja? Ana Macedonisë, komplet ajo pjesa, ato i rehin dahiret më smirti, i kanë vajzat e Shkupit që janë ty që në Kosovë janë numër 1. Instrument muzikor, po, të na e përdori një thanje të moqmit, e kanë përdori edhe në Shkop, mund të tovë ma kanë mësu qëtë fjallë. Ne jem pak ma larë, pëse të tovë. Më kanë thonë për shka re dahirja. Menu e mirë? Për muzik, qka? Për muzik, po, për muzik, po, qëfar muzike? Po duhet me Elvin. Popullore, muzik. Popullore, bravo, o punat e muzika, o punat e veshi. Që po tani maj? Po na që folëm Shqipa, jo dhjetë se popullore. Po, normal, kalza idealit, unë i pedi. Popullore është popullore, jo të si kur të... Dahirja re? A të tregoj? E di që babi e din. Dahirja re për ata që kanë vesh me ngu. Okej. A e keni thonë sa herë? Ato që kanë, jo se në gjojnë edhe ato që s'dojnë me... Ja, ato që s'kanë vesh, ato që s'nin shpenishin dahirën, ave që shohin. Bravo. A ke mirë që kjo? Mirë. Seriozisht? Kur është popullore, masi na folim Shqip, ajo dihet se instrument muzikor, ti Shqip, na Shqip. Si kur të kështë vetë... Unë jam kanë Bosnje, okej, dahirja është e Kosovës, apo? Unë jam kanë Bosnje, edhe kom pa dasën me dahire. Në Turki jam kanë... Jo Bosnje, Bosën. Bosnje, okej. Unë jam kanë edhe në Turki kam pas dasën me dahire. Jo Turqi. Turqi? E mas i jemi duhet edhe gjuhën të edhe Malzi jam kanë dasën me dahire. Jo patish, na vetë the një pytja ma i bole shumë pytja. Jo po tregova. Jo rujtë zoti, kalofë që shumë asë mirëti, që so kosi një ka në Kosovë? Që një babi që sa, shumë ka 40 vite se kom që. Qka kishë ndryshu Kosova për 40 vite që s'ke arme? Shumë ka ndryshu.
E na pëlqen gjithçka. Pastërtia, veçanti pastërtia. Autobanin e kishe të pastër si ku në Zvicër. Seriozisht? Seriozisht, se unë kam vec gati gjithë Evropën aty. Ama këtu më pëlqej pastërtia. Po njerëzit që shpju pritin juve? Jo, s'kemi në kontakt ti je i pari që Frymë e Evropës këtu. Fryme e Evropës. Po, O, ku njerëzit jeton cilën ti? si në Evropë, si në Gjermani, në Zvicër, Ku jeton ti? në Zvicër. Në Zvicër. Po. Të vëlloj të kesh të thonë që do kështë si Zvicran. Po ta thamë shumë seriozisht. ky ka ardhë ma shumë shpesh, herë, ma shpesh, ma shumë herë ka ardhë se i pëlqen, për ndryshe nuk ishte ardhë. Mëse ka nusën e Kosovës? Jo, 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 okej. Do me thonë vjen me nusë. Ma dashnin për Kosovë. Bravo. Edhe na kena dashni për pjesë tona, sepse edhe Kosova një ditë me pjesën e Maqedonisë do t'jetë bashkë. Na shpresojna, kjo shpresa thoj vdes e fundit. Na po rritmi, po plakmi me shpresën se një ditë do t'jena të bashku. Inshallah një ma zotë. Kur hine në Kosovë, qka të kujtaj? Për 40 vjetë si e kanë, një periudhë bege gjatë. Ama ti shumë vetë the një pyetje Që jo ta. për që bashkë kjo që ma kujtove ti që ta, bashkë që ta po du me ditë. Jo ve më pëlqej gjithçka më pëlqej. Në radhë të parë pastërtia. Se para 40 vite Kosova o kanë kitë ndryshe. Po, Ka pas o kanë e okupume, o kanë Kosova e para luftës. E tash një Kosovë e lirë, pa ato doganat e... Ka ndryshuar shumë. Si Unë për kam parë. ndryshu për të mirë, Macedoninë e keni lënë shumë mrapa, se ne jemi Macedoninë Po. në Kërqofë, ma s'krahasot kjo. Një ditë kena ardhë, një ditë kena me ardhë në Kërqove dhe kena me folë me Kërqavarë. Hapim adresën. Po. Ju rujtë zoti, kaloshit shumë as mirë ti, ju rujtë zoti. E ju të dashur me që, Kosova Info, e ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç na. Pas 40 vite vjen Kosovë, dhe ju duket Kosova barazi me Zvicrën. Kjo është diçka shumë e mirë. Kosova Info ju informon për çdo gjë.